Ismet Abazi nga fshatin e Salës, profesor edukatës fizike në shkollën Ali Bektashi në këtë fshat dhe paralelin e ndarë në Letovic, në moshën e tij të re ka luajtur futboll për Tërnocin, Malsorin e Preshevës, Zvezdën e Gjilanit dhe disa klube tjera të rajonit. Ai quhej si mbrojtës i fuqishëm që vrapante pa ndalur në terren. Karrierën futbollistike e nisi në Tërnoc në vitin 1976 dhe përfundoi pikërisht në këtë klub në vitin 1988. Pas karrierës futbollistike, Ismet Abazi ka dhënë kontributin e tij në sport si gjyqtar i ndeshjeve futbollistike në turnete ndryshme që organizoheshin në Lugin të Preshevës. Siç u shpreh ai, kishte nderin të drejtojë edhe ndeshjen kur në vitin 1997 përfaqësuesja e Kosovës zhvilloi ndeshjen e parë miqësore me Tërnocin në stadiumin e këtij fshati. Përveç këtyre rezultateve, profesori Ismet Abazi ka arritur rezultate të dalluara me nxënësit e tij në garët e atletikës, respektivisht në krosin pranveror të nxënësve të shkollave fillore që organizonte Radio Televizioni i Serbisë. Përshëndetje shikues të nderuar. Në emisionin e sotëm në fokus do të jetë Ismet Abazi nga fshati e Salës, ish futbollist i Tërnocit, Zvezdës atëhershme të Gjilanit dhe shumë klubeve të rajonit. Karrierën e ka filluar në vitin 1976 dhe ka qenë aktiv deri në vitin 1988. Zotëri Abazi, a mund të na thoni për fillim se keni filluar karrierën, ku e keni filluar? Spari përshëndetje për televizionin e juaj dhe për juve. Po, unë karrierën time si futbollist, si sportist, kam filluar për herë të parë në ekipin e Tërnocit, ekipin e Tërnocit herët gjeneratën e parë në themelimin e saj, në udhëheqjen e profesorit të nderuar dhe tash të ndjerë Galip Latifit. Fillova në atë kohë në pozicionin e portierit, ku së bashku me mu ishte edhe Nexhat Abazi dhe Naser, nuk më kujtohet mbi emri, po Naser Genga tash atëherë thërshin, Saliu, po më duket Naser Saliu. Dhe kështu që ushtrimet të përgatitjet i majshmi nalt atë në vend e jashtë të quajtur të Zidi dhe ndërkohë organizuam një lojë miqësore me klubin e BSK-s së Bujanocit, ku për herë të parë e vesha fanelen e Tërnocit në cilësinë e portierit. Në mungesën e Naserit dhe të Nexhatit, pasi se ata në atë kohë u vonuan pak dhe u detyrua treneri të më caktoj mu si portierin e parë, me qenë se Naseri ishte i favorizuar. Dhe në pjesë ju ishte edhe më i ri. U isha edhe më i ri, po një vit a di më i ri se Naseri isha. Dhe në pjesën e parë të lojës u zhvillu loja ashtu siç ne kërkojshmi të zhvillohet në atë kohë, sepse alo ishmi të papërvoj, po kishmi lojtarë shumë të tjerë që ishin më të vjetër se unë dhe ishin me përvojë të madhe, duke nisë të numëroj si nga Xheladin Daliu, Raifi, Femiu, Isaki, Shenasiu dhe disa të tjerë, tash mos t'i numëroj të gjithë, dhe filluam të luajmë, kështu që pjesa e parë atëhershme në mes të BSK-s mbaroi me një rezultat të thellë, mjerisht për neve, kundrejt neve do të thotë me 7-1. Dhe në pjesën e dytë nuk ishte treneri i kënaqur me paraqitjen time dhe më zëvendësoi, sepse ndërkohë erdhi Naseri dhe më zëvendësoi me Naserin. Mirë po ne fare nuk na zhgënjej për arsye se ne ishmi në formimin e sipër dhe ne ato loja i zhvillonim sa për ta formuar ekipin. Dhe më vonë pastaj kena pasur edhe raste të shumta kur BSK-ja ka qenë në hije jon. Dhe kështu. Se përshkruani ju këtë periudhë, jo si një i ri, edhe nga ky rajon ku s'ka pasur atëherë edhe klube, po mendoj kur popullata shqiptare s'ka pas edhe klube. Se përshkruani sa ka qenë i rëndësishëm formimi i këtij klubi. Vlen të theksohet se kontribut të madh në atë kohë për formimin e klubit Tërnocit ka dhënë edhe Faik Jashari, kështu që Faiki ndjekte në përshkolla talentët ku janë dhe gjithkund do të thotë në Lugin, dhe do të bënte një ekip vërtet ashtu si i ka hije. Do të thotë Tërnoci ishte ekipa ose fshati i parë që themeloi ekip të futbollit të madh. Dhe kështu që na me plot dëshirë dhe gëzim preçmi kur na bënte oferta për me shku në Tërnoc. Dhe ditën e parë që më bënën ofertën për me shku në Tërnoc, unë me plot dëshirë pranova dhe çaq shumë u gëzova të them kështu që më duk se dënjoja ishte e jemja në atë botë.
Mirë, kështu ishim të mirëpritun, edhe pse ndështë ndikonte edhe fakti se unë edhe më herët u njifsha, sepse jam edhe kështu pjesën një Tërnovcavësve, do më thonë jam nipi Tërnovcit, dhe u njifsha me shumë lojtar, isha i afërt me to dhe jam kohën i mirëpritur në mesin e tyre. Pastaj, pas një kohë të shkurtër, u transferova në BSK-n e Bujanovcit, nga Tërnovci, sepse ati u bë një konkurencë dendur, lojtar me përvojë, lojtar më të vjetër, ne ishme të rinj, në atë kohë unë kam qenë vitin e 2 gjimnasa më kujtohet, dhe kështu u barta në Bujanovc në BSK për të rit, do thotë jo për të rit, por një pjesë, një kategori më të ri se ata që ishin standard. Dhe ati një vit apo 2 qëndrova, dhe më pas u transferova në Preshev, në klubin futbollistik Malsori. Në atë kohë, Malsori ka qenë një ekip jashtëzakonisht e mirë dhe e përbër nga talentet të gjitha fshatrave të Luginës. Përjashtim, do të thotë Tërnovci që kanë pas ekipin e vet. Ati kishte lojtar nga Bilaçi, nga Rainca, nga Nesalca, nga Levosoja, Oslara, Lerani, si qytet Presheva, ekipa u thirrte me një emër të një fshatit të malësisë së Preshevës, Ceravajk, do thotë Malsori, Ceravajk. Dhe ati me shumë sukses mbrojtëm gjirat e ati klubit, ku mbrenda 3 viteve i kaluam 3 rangje dhe kaluam në rangun e regionit, ku në atë kohë u deshti të bëjmë gara me BSK-n. Kështu që nuk kishmi kushte, do thotë fushë të sportit nuk kishmi në Preshev, dhe për atë vit na u bo si kusht neve, sepse Hajduku i Preshevës si ekipi qytetit mbeti një rang në neve. Dhe na u bo si kusht të përzijemi ekipa, të bomi një ekip. Kështu që na lojtarët e Malsorit kategorisht këto e refuzum dhe nuk deshtim të jemi pjesë e asaj ekipe. Me përjashtim dhe lojtarit që mbeti ati, më duket ka qenë Naser Berisha, a i vazhdoj të luaj sa ishte edhe i qytetit, në të tjerë të qethu larguam. Dhe në atë kohë, për një vit, Presheva, do të thotë Hajduku në atë kohë, me përbërje të OFK Hajdukit, sepse u mor nga OFK Malsori, u mor OFK dhe ju dha OFK Hajduk, se Hajduku u thirrte vetëm Hajduk. Dhe të njëjtin vit, Hajduku u detyru të luajë si vendas në stadiumin e BSK-s së Bujanovcit, sepse morën komuna iniciativë të rregullojnë fushën e sportit në Preshev, të bojnë ashtu si që e ka tash Tërnovci. Dhe të njëjtin vit, Hajduku nuk pati sukses dhe të njëjtin vit u kthi në rangun e më parshëm ku ishte, do thotë ra një rang më poshtë. Mirë po, në sajë të saj se na arritëm të bëjmë atë plasman të lartë, ekipi ose qyteti si qytet në bazë tonë e fitoi një fushë të sportit shumë të mirë në atë kohë dhe merrni me mend kur u bë hapja asaj fushë, musafir i hapjes së fushës ishte në atë kohë klubi futbollistik Prishtina, nga Prishtina, ku në atë kohë lunte për Prishtinën edhe Muriqi, edhe Vokri, edhe Batroviqi, edhe Mehinoviqi, Rama e shumë të tjerë. Në atë eveniment merrshin pjesë nga publiku sigurisht nëse nuk gaboj të them deri në 10.000-12.000 spektatorë. Dhe kështu që ishte qëllimi të hapët fusha të jetë më solemne diçka. Dhe kështu, pastaj nga aja ekip që nuk deshte të marrë pjesë në Hajduk, ishte interesuar Zvezda Gilanit dhe prej Hajdukit u transferova në Zvezda Gilanit, një vet gati se nejtëm ati. Ishim në përgatitje dimrore në Dubrovnik të Kroacijës, dhe pas këthimit nga përgatitja vazhduam në Gilan të imajmë përgatitjet dhe në atë kohë u organizoi një turnir ashtu quajtur Ali Cici Nazim. Dhe më thonë ishin 3 lojtar që ishin me përvojë dhe kishin humbur jetën tragjikisht. Dhe kështu u make ai turnir tradicional. Dhe në atë turnir morën pjesë Prishtina, Vllaznimi i Gjakovës, morë pjesë vetë Gjilani, Zvezda, Boraci Çaçakut, Kristalli Zajçarit dhe kështu. Neve si ekip vendase e Gilanit, e Zvezdës, e shorti deshti të takomi me Boracin e Çaçakut, ku në atë ndeshje isha rezervë, lojtar po i përbërjes,
të 18-qit, po isha rezervë. Dhe nuk fitova drejtën nga treneri të marrë pjesë ose të inkuadrohen në fush, dhe ndesha mbaroi me rezultat të thellë në favor të Boracit të Çaçakut me rezultat 6-1. Dhe kështu nga atëherë unë u detyrova prap me iniciativën e trenerëve të Preshevës të kthena edhe një herë në Preshev, dhe po atë vit që u kthim Preshev, ekipa e jon do të thotë arriti të hip një rang prap më lart, dhe duke u kthi prap i Preshevës në Tërnovc, ati ku atëhere u dheqke Tërnovcin Gjeladin Daliu, Gjela më njifte shumë mirë nga dajt e mi, se kishin miqësi me zveti, dhe u ktheva në Tërnovc, kështu që me një ndeshje të fort që pa Tërnovci në vijim, ishte Mladosti Bosilegradit, dhe ishte shumë ndeshje fort, ishte nevoja e ime të jem në formacion, mirë po nuk e kisha kaluan tekstin mjekësor, dhe u detyruan udhëheqësia e klubit me shpejtësi të ma bojnë tekstin mjekësor. Dhe më ditë ma bënon testin në ditën pjesë, më futën në lojë, ma caktu një lojtar të cilin ishte më i rrezikshëm në ekip që unë të ruajat. Gjela më thonte në atë kohë ti të kam Hatunic. Hatunic ishte një lojtar shumë i fortë i Partizanit Beogradit, dhe ke vetëm ti që mund me atë me u ballafaqu. Dhe vërtet ashtu doli. Mora unë përsipër të ruajat dhe ai tan lojën nuk pat mundësi të lëviz fare, kështu që kur mbaroi rezultati, loja me rezultat 2-0 në favorin e tonë, Tërnovci, do thotë, mas andaj shkum me një takim darke kështu, dhe më ra të ulëm pikërisht me të njëjtin lojtar të cilën e ruajsha në fushë. Dhe ai më bëni pyetjen ku ishi qytë që nuk lutet nga fillimi. Jeni ndër lojtarët më të mirë aty në fushë. U desh t'i them se unë jam nga fshatrat tjerë, dhe derisa erdha u vanova, kështu që me vonesë u kiqa. Dhe ai më uroi sukses dhe më tha se vazhdoni kështu se jeni shumë lojtar me perspektivë. Dhe kështu deri në vitin 1988 keni qenë lojtar aktiv, por mos harrojmë se kur e përmendën në fillim keni qenë portier, por më vonë karrierën time e vazhdova si qendër mbrojtës, do thot pasi se isha së pari kiqur në klubin e Tërnovcit si portier, më pastaj vazhdova të luaj mbrojtës si qendër mbrojtës i ekipës, dhe asnjëherë më nga atëherë nuk e kam ndrruar pozicionin, dhe deri në fund mbarova në të njëjtin pozicion, dhe atë shumë me sukses, mendoj unë ashtu. Dhe në ndërkohë keni përfunduar edhe fakultetin e edukatës fizike, dhe jeni lidhur me sportin edhe pas karrierës. Po, gjithashtu, në vitin 1986, pak me vonesë, mbasi së pari isha në fakultetin e gjuhës shqipe, në fakultetin Kiril i Metudin në Shkup, dhe në atë botë isha i martuar, kisha dy fëmijë, një fëmijë e kisha pak me shëndetlig, kështu detyrova të shkoj të kri shërbimin ushtarak, dhe pas shërbimit ushtarak u detyrova të regjistroj fakultetin e edukatës fizike në Sarajevo, kështu që në vitin 1990 ditën kam diplomuar, dhe një kohë gjatë nuk kam pas vend, sepse shkolla jonë ishte atëherë në si paralele ndarë Levesojës, e më vonë e Luçanit, dhe pasi shkolla jonë u panvarsua nga Luçani, atëherë u hap vend i lirë i punës, dhe e shfrytëzova situatën, dhe prej vitit 2002-2003 këndej punoj si asistentar i edukatës fizike në shkollën Nam në Salc. Dhe në vitin 1992 keni qenë edhe pjesë e delegacionit Tërnovcit që vizitua Tiranë. Po, gjithashtu në vitin 1992 isha pjesë e ekipit dhe delegacionit të klubit Tërnovcit, të cilin ishim një autobus për plot, shkuam në Tiranë për herë të parë me shkel tokën shqiptare, sepse për herë të parë Shqipëria i hapi kufit, dhe ne shfrytëzuam momentin se gjaja se do ta luajmë një lojë miqësore, po qëllimi ishte më shumë ta shohim Shqipërinë se ku është dhe çka është. Mirë, po edhe gjithashtu edhe zhvilluam ndeshjen vërtet me Partizanin e Tiranës në stadiumin e sotëm Qemal Stafa, dhe aty ishte rezultati përfundimtar 4-2 në favor të Tiranës. Mirë, po megjithatë ishte një ekip vërtet për ta marrë lakmi, ishte shumë ekip e mirë. Dhe kështu, mendoj, ishte edhe fundit ku isha i angazhuar si
aktiv lojtar. Dhe që nga atër edhe shprovimin për refer dhe fillova në disa ndeshje këtu lokale të më thrasin ose të i referoj ose të i drejtoj, pikërisht ma shumë isha angazhum me klubin futbollistik të Tërnovcit, sepse ati e kisha shoqërien, ata muftonin për gjithë shka kër kishin loja mitësore dhe unë asnjëherë nuk gjeta arsye që t'i refuzoj ose t'ju thomë se nuk mundem ose po gjithëherë e pranova ftesën me plot dëshirë. Dhe jam krenar, jam i lumtur që kam pas mundësien të bashkëpunoj me të gjithë ata lojtarë që edhe sot janë ati aktiv në klubin futbollistik Tërnovci, po në veçanti mos të harroj të përmendi në veçanti me të ndjerin Recep Adilin, kam qenë shumë i lidhur ngushtë dhe sot e ma ditë më mungon Regja. Pra keni vazhduar kontributin edhe pas karrierës si futbollist. Jeni pjesë edhe të turneve të ndryshme edhe gjatë kohës së tanishme. Po, deri në para 2 viteve isha aktiv si refer, edhe pse nuk misha më pjesë si lojtar aktiv, po kalova në drejtimin e ndeshjeve si refer, dhe duke pa situatën se rinia sot po janë pak ma mos them të pa disciplinum se ndashtë pi kesh përdorin me këtë term, po pak ma të lasdruar dhe kështu që pa është të arsishme mo të ndërpres dhe mos të mirna me sport, po të pikërisht të orientona në shkollën ati ku punoj dhe të jap kontributin tem në shkollën ku punoj si arsimtari edukatës fizike. Kur jemi këtu, e dim që keni arritur disa rezultate me nxënësit e kësaj shkolle në atletik. Po, çdo vit organizonte atletik nëpërmjes të RTS-it, po u mbajtë çdo qytet, e neve na takonte ta mbajmë në qytetin e Bujanocit, do me thonën gara komunale në atletik. Dhe me plot dëshirë mund ta them këtë se 3 vite radhazi fshati jon ose shkolla jon e merrte vendin e parë, mas pati i merrke ka 6-17 vende, duke filluar nga vendi i parë deri te vendi i tretë dhe ku nxënësit u shpërbleshin me ka një diplomë ose mirënjohje. Dhe vërtet ka pas sukses. Edhe pse ishte konkurrencë e madhe edhe prej shkollave tjera, mirë po shkolla jon ka qenë disi shumë e përgatitur se kushtoj me rëndësi të madhe kësaj lamie. Bile një herë kolegu im Rabit Veseli, ish drejtori i shkollës, ma për të bërë një pyetje sepse shumë vende të para dhe të ditë aty zonën dhe më tha, o shoqi tha, ku jetu i përgatit këtë nxënësa dhe ka shumë që bu vrapojma, në mal piqona ku. I thash po, pikërisht ashtu për më vërban për pjetë. Po si të qovë, sporti juaj e preferuar mbetet futbolle apo atletike? Po. Mune nuk mund të them asnjëherë se tjetër sport e mbizotron ose e mund futbollin, pikërisht futbollin e kam në shpirt, në zemër, e adhuroj dhe do të thotë gjithëherë jam gatshëm ta jap kontributin atë në futboll, do të thotë. Duke mos janë anashkaluar edhe sportet tjera. Po duke pas parasysh pra se punoni me nxënës me tri, sa ka talent këtu, si fshati po ashtu edhe me të lëvina për futboll, çfarë është mendimi juaj? Të them të drejtën, në krahasim me kohën e kaluar tash më pak po ka talentat të futbollit, po mendimi im personal është se ndikim të madh tash ka marrën interneti, kafenet, diskotekat dhe gjanat e ndryshme, kështu që rinia shumë pak po miren me aktivitete sportive. Po miren me aktivitete sportive vetëm atëherë kur organizohen turnire të ndryshme. Dhe ata turnire, si që dini edhe ju, zgjasin maksimumi një javë ose 10 ditë ose 2-3 ditë dhe aja krejtësisht mbaron dhe tash bëhet një pauzë një vjeçare ose 5-6 muajshe edhe faktikisht rinia po ngel prap në ata vende ku ishte. Për s'ka internetit, do të thotë, për s'ka kompjuterve, kafeterive dhe kështu që pak po ka talent, po mendoj se edhe pak po punohet në këtë drejtim, duke nisën nga vetveçja të them, po të gjitha shkollat tjera që arsimtarët e edukatës fizike punojnë, pak po qesin talenta, po mendoj se kur mos ishte klubi futbollistik Tërnovci dhe Besa që e ka një kontribut jashtëzakonisht madh në drejtimin e talenteve të futbollit, po mendoj se futbolli gati si gati vetëm ka mbetë shiqohet në televizion e as pak në praktik. Megjithatë misioni juaj duhet të vazhdojnë lidhur me këtë çështje.
Profesor Vrella. Po, unë gjithashtu nuk do të largona deri në atë kohë kur më shërben shëndeti, kurse si nuk të largona futbollit. Unë edhe këtu në shkollë kur jam me nxënësët dal, i udhëheqi, i jap këshilla, se nxënësët janë të vegjël, ata shan, ngucën, kështu që jam gjithherë afër atyre, gjithherë jam që të jap këshilla dhe gjithherë ata të jam në disponimin e tyre. Dhe mund të përfundojmë me një porosi për të rinjt. Porosia ime është jo vetëm futboll, të rit, gjithandej ka janë, të miren me sport. Jo vetëm me futboll, thash edhe më parë, po me gjitha sportet, aty ku e gjejmë veten, sepse me sport ruhet shëndeti, ruhet shoqëria, ruhet gjithçka. Dhe për atë i porosis përmes ekranit juaj rinien, kurse si mos ta shkalojnë sportin, po të jenë sa më afër tyre. Faleminderit për punë dhe që ju përgjigjet ftesës për këtë intervjim. Faleminderit edhe për ftesën e ju dhe ju dëshiroj edhe punë më të mbarë se kjo. Mbajtja gjallë e aktiviteteve sportive në kohrat më të vështira, puna me të rinjtë e zbulimit të talentëve të sportit, ishte dhe do të jetë edhe në të ardhmen misioni kontribuesve të sportit, të cilëve po e dedikojmë këtë emision. E njëri prej tyre është edhe Ismet Abazi nga në Salca, i cili tani si profesor edukatës fizike me vullnet të madh po vazhdon punën në këtë drejtim.